A e kemi pranuar që do vdesim një ditë? Po. A e kemi pranuar domosdoshmë që do vuash? Po. A ka vuajtje? Po. Çfarë do me botit e kjo jeta? Ti kish i lumtur valla. S'mendoj që është thjesht lumturia. Unë e kam zgjidhur lumturinë time valla. Po i ka i qeshur nga kjo botë. Si e përkufizon ti lumturinë? Se unë kam një problem me këtë. Ja ato çpende. Do thon duke vazhduar akoma tek take it simple, ëh. Do thon take it easy. Lumturia është mos kesh brengja. Mos kesh brenga valla. Okej, ky me këtë përkufizim pajtohem ose më shumë të qenurit i kënaqur, pra contentment. Por lumturia është ndërgjegja. Po flet me një njerëz që është minimalist vëlla, kërkesa ndaj jetës. Unë s'mund ta kem lumturinë. Wow, lumturia ime është kozi është easy vëlla. Unë të jemi ndërgjegjshëm siç jam sot vëlla, që nuk e kam hyrë njeriu në hak me vetdije. Nuk kam frikë dal atje, nuk e kam hyrë njeriu në hak vëlla, po luaj drejt ose po përpiqem të luaj drejt. Kaq është, se tani ti mund të përpiqesh të luash drejt vëlla, po u zhyt Titaniku me të parën. Që zvaret vetëm nga ty. Një nga gjërat më të bukura që kam bërë mbasi u uri bëra monoteist, po themi është që kam marrë në telefon. Sa e bukur kjo uri bëra monoteist. Po sepse njeriu lind monoteist, nuk ka njeri që të lindi. Nuk ma hamene që lind, ja këtu kemi debat bashkë. Është besimi im, është edhe në studim, se unë kam bërë edhe studim shkencor psikologjia dhe religionit, citohet edhe një studim që thotë që bebet para moshës 3 vjeç e kanë të natyrshëm besimin në Zot. Po është në besimin islam që njeriu lind monoteist.